pritshmëria ndaj tyre, po shihet që mund të ketë një ndryshim të këtij raporti, të mënyrës tyre funksionimit? Ti vetë çfarë pritshmërish ke tek e fundit? Besoj që me dosjen e Akshit ne kemi të bëjmë me një tronditje shumë të madhe për të gjithë vendet anëtare të NATO-s. Dhe sigurisht më e madhe është vendet kryesorë anëtar të NATO-s, që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe dosja e Akshit sigurisht ka krijuar një përshëllim shumë të madh dhe pikpyetje shumë të mëdha mbi sigurinë dhe mbi gjendjen e dokumenteve të sigurisë lartë të klasifikuara dhe informacioneve të klasifikuara në Shqipëri. Kështu që ajo që Eduard Zhozef ka thënë aty në Kongres, në Komision, është një gjë që ne e kemi ngritur dhe këtu, kemi thënë çfarë po ndodh me këtë. SPAK-u dhe BG-ja mund ta parandalojnë që këto dokumente të zhduken sepse ndodhen në duar të këtyre njerëzve të cilët sot akuzohen dhe janë në kërkim? Dhe ata për këtë arsye ai thotë që roli i tyre është i pazmundsueshëm në këtë rast. Por roli i tyre mund bëhet zero nëse nuk veprohet në kohë. Po flasim këtu raportet që kemi me vendet e NATO-s, sepse për ata janë të shqetësuar ata dhe për ata është i shqetësuar Kongresi Amerikan. Dhe kjo është një tjetër çështje që nuk u përmend, për narkotrafiku përmendëm shumë gjëra, përmendëm rolin e krimit, dhe kjo është një tjetër çështje që tregon se sa krimi është futur brenda shtetit, brenda qeverisjes dhe kontrollon qeverisjen e Shqipërisë dhe kërcënon sigurinë, siç e thoshte edhe Eduard Zhozef pastaj, kërcënon sigurinë e vendeve të NATO-s, por edhe sigurinë e rajonit. Pra, kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Si të kërcënosh, të arrish të bësh një vend që kërcënon sigurinë e vendeve të rajonit për shkak të marrëdhënieve me krimin të qeverisë, marrëdhënieve të qeverisë me krimin, aq të ngushta, sa nuk kuptohet kush është qeveria dhe kush është krimi, atëherë i ka arritur pika e fundit për një qeveri që nuk mund të vazhdojë më 3 sekond. Dhe këtu pastaj vjen më i madh që ishte në Kongres dhe që tha Eduard Zhozef. Dhe që pastaj zhvillimet, ndërsa ka zhvillime kaq të rëndësishme, pra gjithçka po duket që nuk po ka më dyshime edhe ndërkombëtarisht si kundër ti thua për mënyrën keqeverisjen e gjithçka tjetër, mund të zgjas disa fjali për të folur në Shqipëri, prap shtysa vjen nga brenda apo jo? Sa e rëndësishme është reagimi qytetar ton? Kjo është arsyeja pra që Edi Rama dëshiron që t'i bindë njerëzit që ai të mbetet, vazhdon mbetet lideri global që duan të gjithë, që po vë paqen në botë, dhe që sigurisht pastaj që po rrit drogat dhe pensionet, po e çon Shqipërinë në lartësitë më të mëdha që kanë qenë ndonjëherë, sepse sigurisht ka dhe sondazhet e veta dhe e di shumë mirë që mbështetja për Edi Ramën është në pikën më të ulët historike sot. Kështu që e vetmja gjë që ka mbetur është që kjo ulje e mbështetjes, ky zhgënjimi i madh i shqiptarëve në Edi Rama të reflektohet në protesta, të reflektohet në sheshe, të shndërrohet në zemërim që kjo qeveri të largohet sepse nuk ka çfarë bën më, përveç dëmit, nuk ka çfarë i bën më Shqipërisë. Po dëmton Shqipërinë aq shumë në arenën ndërkombëtare, po edhe të brendshme, sa ikja e saj duke lënë mbrapa një krizë të thellë dhe të madhe, ikja në mënyrë jo paqësore do të krijonte një problem shumë të madh për vendin. Kështu që mendoj se tani është momenti që qytetarët të dalin protesta, të mundohet që nëpërmjet protestave paqësore të arrëzojnë qeverinë, ta detyrojnë të japë dorëheqjen dhe ndryshe pastaj të bashkallëzojnë protestat deri në largimin e qeverisë, sepse largimi i saj është imperativ, është imperativ, është e domosdoshme. Sepse në këtë moment ka një rrezik apo jo Anton, nëse ndodh që protestat nuk janë në nivelin e duhur. Protestat nuk janë në nivelin e duhur në kuptimin e vendosmërisë. Ne do të shohim sfida e opozitës është data 24, por kjo nuk është vetëm sfida e opozitës, është sfida e gjithë shqiptarëve. Nuk është se protesta do të cilën në Partinë Demokratike në pushtet. Duhet sqaruar kjo gjë. Për të ardhur në pushtet çdo parti, dhe ata që duan Partinë Demokratike duhet ta dinë, duan bërë zgjedhje, nuk do vinë me protesta, nuk ka ardhje në pushtet me dhunë. Pra, në zgjedhjet votojnë për këtë duan, në protestë dalin kundër qeverisë për të fituar të drejtat e tyre, për të larguar të qeveri që po